Horoskopi ditor 2 maj. Një zgjedhje mund të ndryshojë rrjedhën e gjithçkaje. Ka ditë që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka ditë si kjo, ku një zgjedhje e vetme mund të ndryshojë gjithçka. 2 maj vjen me një energji që nuk të lejon të qëndrosh neutral. Do të ketë momente që kërkojnë reagim të menjëhershëm dhe vendime që nuk mund të shtyhen më. Disa shenja do ndjejnë presion, të tjera do shohin mundësi aty ku nuk e prisnin. Ajo që bën sot nuk është e rastësishme, është ajo që mund të përcaktoj hapin tënd të radhës. Dashi. Një situatë që duket e zakonshme mund të marrë një kthes të papritur dhe të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon reagim të menjëhershëm. Një moment i vetëm mund të detyrojë të ndryshosh drejtim dhe të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër. Në punë, një vendim i shpejt mund të të japë një avantazh nëse e merr me qartësi dhe besim. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një të vërtetë që nuk e kishe parë më parë. Mos u mbështet tek ajo që ka funksionuar deri tani. Është një ditë për të qenë i gatshëm për ndryshim dhe për të reaguar në kohë. Nëse arrin të mos bllokohesh nga pasiguria, mund të përfitosh nga një situatë që të tjerët nuk do ta shfrytëzonin dot. Demi. Një ndjesi që diçka nuk është si zakonisht mund të të shoqërojë gjatë ditës dhe kjo mund të të shtyjë drejt një vendimi që ke shtyrë prej kohësh. Një situatë që dukej e sigurt mund të tregojë shenja lëkundjeje dhe të kërkojë vëmendjen tënde. Në punë, një lëvizje e kujdesshme mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të kishte pasoja më vonë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të zbulojë më shumë se sa mendon. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të parë realitetin pa filtra dhe për të reaguar në mënyrë të qartë. Nëse e dëgjon intuitën, mund të shmangësh një situatë që mund të bëhej më e ndërlikuar. Binjakët. Një informacion i papritur mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon reagim të shpejtë dhe vendosmëri. Një situatë që dukej e zakonshme mund të marrë një drejtim që nuk e kishe parashikuar dhe kjo do të kërkojë vëmendjen tënde. Në punë, një ide e re mund të të japë një avantazh nëse e ndjek pa hezitim. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një kuptim që nuk është thënë drejt për drejt. Mos e nënvlerëso atë që dëgjon. Është një ditë për të qenë i pranishëm dhe për të reaguar me inteligjencë. Nëse arrin të kuptosh situatën në kohë, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Gaforja. Një valë emocionale mund të të vendosë përballë një situate që kërkon sinqeritet dhe një reagim të menjëhershëm. Një ndjesi që ke shtypur mund të dalë në sipërfaqe dhe të kërkojë vëmendje. Në punë, një zhvillim i papritur mund të kërkojë më shumë ndjeshmëri se sa logjik. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të tregojë qartë atë që ke shmangur të pranosh. Mos e fsheh atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të reaguar me zemër. Nëse e përballon këtë moment me sinqeritet, mund të krijosh një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën si e sheh një situatë. Luani. Një moment i papritur mund të të vendosë në qendër të vëmendjes dhe mënyra si reagon do të përcaktojë drejtimin e ditës. Një situatë që nuk e kishe marrë seriozisht mund të kërkojë tani vendosmëri dhe qartësi nga ana jote. Në punë, një zhvillim i shpejt mund të të japë një mundësi që kërkon guxim për ta kapur në kohë. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si të shohin të tjerët. Mos e humb këtë moment duke hezituar. Është një ditë për të marrë iniciativë dhe për të treguar vetbesim. Nëse vepron me siguri dhe pa frikë, mund të kthesh një situatë të zakonshme në një avantazh të rëndësishëm për veten. Birgjeresha. Një detaj i vogël që të tjerët mund ta shpërfillin mund të bëhet kyç për të kuptuar një situatë që ka qenë e paqartë. Një moment i thjeshtë mund të të japë një përgjigje që ke kërkuar prej kohësh. Në punë, një analizë e saktë mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të kishte pasoja më të mëdha. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të zbulojë një të vërtetë që nuk është thënë hapur. Mos e nënvlerëso atë që sheh. Është një ditë për të qenë i përqendruar dhe për të lidhur detajet me kujdes. Nëse arrin të analizosh me qartësi, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të sigurt. Peshorja.
Një situatë që ke mbajtur në balancë mund të prishet nga një moment i papritur dhe do të kërkojë një reagim të menjëhershëm. Një zgjedhje që ke shtyrë mund të rikthehet me forcë dhe këtë herë nuk do të mund ta shmangësh. Në punë, një vendim mund të ndikojë në mënyrën si të tjerët të shohin dhe kjo kërkon qartësi dhe vendosmëri. Në marrëdhënie, një bisedë mund të të detyrojë të thuash atë që ke mbajtur brenda. Mos u përpiq të ruash një qetësi që nuk është reale. Është një ditë për të qenë i drejtë për drejtë dhe për të vendosur kufi të fortë. Nëse vepron me vendosmëri, mund të rikthesh kontrollin në një situatë që po bëhet e paqëndrueshme. Akrepi. Një e vërtetë që ka qenë e fshehur mund të dalë papritur në sipërfaqe dhe të vendosë përballë një reagimi që nuk mund ta shtysh më. Një ndjesi që e ke pasur prej kohësh mund të bëhet tani e qartë dhe të kërkojë një vendim të fortë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një avantazh nëse e kupton menjëherë drejtimin. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos ki frikë nga ajo që zbulohet. Është një ditë për të përballuar realitetin dhe për të marrë kontrollin. Nëse vepron me qartësi dhe pa emocione të tepruara, mund të kthesh një situatë të ndërlikuar në favorin tënd. Shigjetari. Një shtysë e papritur mund të të nxjerrë nga ritmi i zakonshëm dhe të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon reagim të menjëhershëm. Një situatë që dukej e qetë mund të ndryshojë brenda pak minutash dhe të kërkojë fleksibilitet nga ana jote. Në punë, një mundësi që nuk ishte në plan mund të hapet nëse arrin ta dallosh në kohë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të tregojë qartë një drejtim që nuk e kishe konsideruar. Mos u mbështet tek planet e fiksuara. Është një ditë për të qenë i lirë në mendim dhe për të reaguar sipas asaj që ndodh. Nëse e ndjek këtë ritëm të ri, mund të përfitosh nga një zhvillim që të çon më larg se sa prisje. Britsjapi. Një ndryshim i papritur mund të të detyrojë të rishikosh një plan që e kishe menduar të qëndrueshëm dhe kjo mund të kërkojë një vendim të menjëhershëm. Një situatë që dukej e sigurt mund të tregojë dobësi që nuk i kishe parë më parë. Në punë, një vendim i matur mund të të ndihmojë të ruash stabilitetin edhe në kushte të paqarta. Në marrëdhënie, një moment i heshtur mund të të tregojë më shumë se çdo fjalë. Mos u mbështet vetëm tek ajo që ke ndërtuar deri tani. Është një ditë për të qenë i kujdesshëm dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash qartësinë, mund të mbash nën kontroll një situatë që po ndryshon drejtim. Ujori. Një impuls i papritur mund të shtyjë drejt një ideje që në fillim duket e çuditshme, por që mund të hapë një perspektivë krejt të re. Një situatë që të ka shqetësuar mund të marrë një kuptim tjetër nëse e sheh nga një këndvështrim ndryshe. Në punë, një zgjidhje kreative mund të japë një avantazh të menjëhershëm nëse e zbaton pa hezitim. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e percepton një person. Mos e kufizo mendimin me atë që ke bërë deri tani. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të ndjekur intuitën. Nëse e lejon veten të dalë nga kufit e zakonshëm, mund të krijosh një ndryshim që do të të çojë përpara. Peshqit. Një valë e brendshme mund të shtyjë drejt një vendimi që nuk e kishe menduar të afërt dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë. Një ndjesi që ke ndjerë në heshtje mund të bëhet më e fortë dhe të kërkojë një reagim të sinqertë. Në punë, një zhvillim mund të të kërkojë të besosh më shumë tek instinkti se sa tek logjika. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të tregojë një të vërtetë që nuk e kishe pranuar. Mos e shtyp atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të besosh tek vetja, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të thellë në rrugën tënde. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjedhja nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.